Njëri ndër futbollistët më të mirë të Tërnocit të gjitha kohërave është padyshim Bajram Fejzullahu. Ai ka luajtur me gjeneratën e dytë të Tërnocit dhe ishte një futbollist me përgatitje teknike dhe fizike të jashtëzakonshme. Ai ishte një lojtar që ka vrapuar më së shumti në fushë, gjithmonë i disiplinuar dhe i përpekt në detyrat e tij. Besimi që ka pasur trajneri Gjiladin Ahmeti tek ai ka bërë që Bajram Fejzullahu të luajë në shumë pozita, prej mbrojtësit deri tek qendërsulmuesi, e në veçanti është quar si mesfushor me teknikë të lartë. Gjatë karrierës së tij futbollistike me Tërnocin, Fejzullahu është lënduar rënd 2 herë, por vullneti dhe pasioni për futbollin si dhe dashuria e madhe për fanelin e klubit nuk e ka penguar që të rikthehet edhe më i fortë në fushën e blertë. Kjo është fotografia e vitit 1985 e bërë para ndeshjes me Hajdukun në Preshev, kur është lënduar për herë të parë, e që i ka kushtuar me një vetë moslojë, ndërsa herën e dytë është dëmtuar në Surdulic. Gjatë intervistës për emisionin ton në Focus, Bajram Fejzullahu thekson se përveç për Tërnocin, ai ka luajtur edhe për disa skuadra kosovare siç janë Hotelieri, Kosova Prishtinës e tanishme, Flamurtarja dhe Beslidhja, e gjithashtu ka luajtur edhe në Zvicër. Shikues të nderuar, në këtë emision kemi mësafer Bajram Fejzullahu, ish futbollistin e Tërnocit dhe njëri ndër futbollistët më të dalluar të këtij klubi. Ai ishte pjesëtar i gjeneratës së artë të klubit futbollistik Tërnoci prej fillimit të viteve të 80-ta e deri në fund të viteve të 90-ta. Zotëri Fejzullahu, mirë se ardhët në emisionin ton. Për fillim, mirë se gjeta. Isha përshëndet këtë iniciativë për marrjen domethënë të informatave më të rëndësishme për klubin ton, ndër klubet më të suksesshme të komunës, mund të themi, klubeve shqiptare. Pra, urime dhe suksese dhe juve gazetarit të sportit të Televizionit Bajramsit. Për fillim, a mund të na thoni si keni filluar të luani futboll? Kur keni filluar? Cilat ishin hapat e parë? Po të themi hapat e para ishin si fëmijë në shkollë fillore, ashtu si gjithë ata të tjerë që kanë ndjekur rrugën e futbollit, zhvillimit të sportit, komunën tonë, sidomos në fshatin Tërnoc. Por kisha më theksuar ndihmesën ose kontributin më të madh që ka dhënë, që ka kontribuar, ishte profesori atëherë edhe trajneri i më vonshëm i jon, Gjiladin Ahmeti. Ai ka qenë pra që ka punu edhe në shkollë fillore me neve, edhe po edhe në gjimnaz. Pra i takon një falënderim i posaçëm atij. Pra sukseset e tilla, kontributi i tij ka ndodhur që ne sot jemi këtu në këtë fushë, me këto gjelmosha të rinj që vazhdojnë rrugën tonë. Para se të filloni për Tërnocin, kështu zyrtarisht të luani për klubin, ju atëherë ishte në shkollë të mesme, pastaj në fakultet në Prishtinë dhe jeni paraqitur për disa klube. Po shumë bashkëlojtar të atëherë kemi qenë në shkollë të mesme. Dikush vitin e parë, dytë e në tretë, ka pas shumë një numër i vogël të tillë që kanë qenë më të vjetër se 25-6 vjet. Kështu që pra ekipi ka qenë shumë i ri, si ky i sotit po thuaj, por puna dhe vullneti i madh ka ndikuar që ne të japim kontributin atë që kemi dhënë, që dini edhe gjithë treva jo për lojrat e zhvilluara që kemi bërë në këtë fushë. Pra kujtimet janë të themi të frestat edhe ne mburrim me gjenerat. Karrierën time kam filluar së pari, them ashtu, ndoshta shumica nuk e din, në gjimnaz kam qenë 3 javë në BSK të Bajramsit atëherë, kemi pas disa shokë pa të më shkuar mirë, po fate e desha që më shkova në shkollë në Prishtinë të shkollës së mesme, dhe që më njëherë unë kuadrova në ekipin e juniorëve të Flamurtarit. Pas një sezone që kalova atje, e parë se gjendja tillë që ishte në klub, u pajtova që më mirë të kaloj në një klub tjetër, e ishte ekipi Hotelieri, që ishin duke luajtur edhe disa shokë të mi të klasës, por edhe ndërkohë ka qenë vullnet Qinuzit që ka luajtur në atë ekip, e jam shtini që të shkoj të inkuadrohen në atë ekip. Klubi futbollistik Hotelieri është klubi i satën Kosova Prishtinës. Atë në ligë të Prishtinës ka qenë, tash është në ligën e dytë, ndokur mos harrofsha. Kështu më vonë vazhdova pa ato oferta dhe kalova në
beslidhje të Prishtinës. Ndërkohë mos të harroj se vitin 83 kur u formua klubi, një gjysmë sezon kam luajtur këtu në Tërnos, pas asaj shkova në shërbim ushtarak. Pas një viti u ktheva prapë në Tërnos, vazhdova lojrat në këtë klub, do të thotë vitin 84, 85, 86-87 u zgjesova në fakultetin e Universitetin e Prishtinës, në fakultetin të pedagogjisë. Po ndërkohë edhe vazhdojsha të mirëshem me sport, edhe kështu shkova të luaj për klubin e futbollit Beslidhja. Atëherë ka qenë ligën e dytë Kosovës, por me edision kuadrime të studentëve që ishim aty, me kontributin ton, ata u kontribuan prapë u kthin ligën e parë të Kosovës, që ishte një sukses e madh. Mi po të lashët vazhduan edhe atje, për shkak se klubet e mëdha filluan të marrin lojtarë pak si më të mirë, dhe kështu që klubi jon prapë u dobësua mirë, po ne me vullnetin që kishim se studenta që ishim, që donim të dhënim kontributin në futboll, prapë arritëm të sigurojmë pra një vend në ligën e parë të Kosovës. Pra ka qenë një periudhë që shumë e mirë. Vlen të theksoj se ndërkohë kam luajtur në 2 klube. Edhe pse ndoshta s'kam pa dhe, po ashtu ka qenë që në koha komunitarizmit nuk ka qenë atëherë që të hetojnë organet e futbollit, dhe kështu kam pështuar, kam luajtur disa herë edhe atje edhe këto. Ka pas rast që kam luajtur para dite këtu në Tërnos, kurse mas dite kam luajtur në Prishtinë, apo në dikun tjetër për KF Beslidhjen. Pastaj kam luajtur, pasi u ktheva këtu deri vitin 91 vazhdimisht. Në vitin 91 kam shkuar, atëherë shkojshin si studenta të punon në botën e jashtme, konkretisht në Zvicër, dhe atëherë kam pas oferta të mira, por çdo të lisha studimet dhe vazhdova. Vlen të theksohet se edhe që kam luajtur 1-2 vite në KF Rajna, Turk Rajna, kam pas oferta edhe një farë ekipi ka qenë Borgard të Friburgut, po fati e deshi të kthehem prapë këto. Edhe jam tash këtu. A mund të ndani disa momente, disa emocione nga periudha e tashme kur jeni paraqitur për klubin futbollit Tërnosi? Po si gjithë derbit, ta themi derbit lokal, siç janë shumë derbit të ndryshme që kanë qenë edhe në Kosovë edhe Gjetiu këtu në region, edhe na kemi pa derbin ton për shembull me BSK Bujanovc, ka qenë derbi. Rasti që më kalon kështu të kujtohem është rasti kur ka qenë muji i agjerimit Ramazani dhe kemi luajtur shumica agjerane. Një rast tragjik që na ndodh neve ende nuk e harroj kurrë. Indjeri Gjevati, pa të humbë jetën atëherë, do thotë simpatizues kanë qenë shumë nivel. Në kontekst nuk kemi shkuar. Probleme të mëdha nuk kemi pas me publikun e kundërshtarit, ose kemi pas probleme natyrës së sportit, kemi pas padrejti shumë të mëdha nga ana e gjyqtarëve, që ka qenë një pengesë shumë e madhe për neve lojtarët. Mendoni si të luani apo kundër të luajmë, kundër ekipit kundërshtar apo kundër gjyqtarëve. Kështu kjo ka qenë një padrejti shumë e madhe, kemi pas probleme të tilla. Ka qenë një gjenerat vërtet e artë. Shpesh herë më kujtohet, se le ta përmend mos harroj se trajner parë e ka pasur Fejkja Shari, pra me të vërtet ka qenë edhe një jo vetëm trajner, po edhe pedagog. Ka pas rregull në klub, ka pas disiplinë, gjithçka është ditë përpara se çka do të bëhet. Edhe për atë arsye kemi pas sukses. Kemi kaluar Tiranë për 2 vite të thotë. Po problemet që kanë qenë atëherë në Jugosllavi ka qenë këtilla që ne shqiptarë nuk kemi pas jo të drejtë, po themi nuk kemi pas mundësi të inkuadrohemi më shumë për shkaqe të shumta, edhe të sigurisë, po edhe materiale. E dini se klubi jotë nuk është ndihmuar fare nga buxheti komunal, që ka qenë klube tjera
të rrethit. Pra jemi mbajt edhe tash kisha falenderuar gjithë atyre që kanë dhënë kontribut në mbajtjen e ekipit, në finansimin të gjithë ata them se shumica e fshatit, po edhe fshatëve tjera kanë kontribuar dikush. Na kanë mbajt me mjete materiale, do thotë kanë gjetë rrugën edhe na kanë ndihmuar neve. Mirë po edhe na ja kemi kthi fshatit, ja kemi kthi shikuesve me të mirë, pra me lojna shumë të bukura. Ka pas raste kur kemi fituar edhe me 18-0. Ka pas raste kur s'kemi guxu të japim më shumë gole për shkak se kundërshtari e lente lojën, pra ishën të fushën. Raste shumë është një periudhë shumë e gëzuar për neve, shumë e mirë që them fal kontributit që kemi dhënë ne, ndoshta edhe janë të djemë të ri që sot luajnë, që vazhdojnë traditën tonë edhe kanë sukses. Janë kontributet tona që kanë dhënë secili, nuk dua tash të përmend se nuk ndoshta në ana shkaloj dekond edhe do të hin hak. Po ndoshta kish dash një orë duke përmendur emra për ata që kanë kontribuar në fushën e gjelbër. Edhe ata që kanë kontribuar jashtë fushës, është fjala për kryesitë e klubit që kanë dhënë kontributin e tyre, me perspektivët që i kanë pas, me mundimet, me problemet, se nuk ka qenë edhe lehtë të zhvilloj një klub si ky jeni në këtë vend ku jemi, të bëj gara në ligën regionale të Nishit për shembull. Ka qenë dhe kënaqësi. Edhe pas përfundimit të karrierës futbollistike, Bajram Fejzullahu ka kontribuar për klubin e Tërnosit, pasi një kohë të gjatë ishte trajneri i grup moshave të reja. Ai së bashku me Sedat Pajazitin dhe të tjerët të angazhuar në klub dhe shkollën e futbollit, janë kontribues të mëdhenj në zbulimin e talentëve të rinj, që aktualisht luajnë për kombëtarën e Shqipërisë dhe klubet e Kosovës, Shqipërisë dhe Zvicrës. Pra paraqitër për klubin e Tërnosit deri në vitin 1991, atëherë edhe kur u dash klubi të ndërpres garat. Po. Deri atëherë kemi zhvilluar gara në futboll, klubi i Tërnosit, pra duhet përmendje se gjithnjë kemi rezistuar gjitha pengesat që kemi pas në rrugtimin tonë. Ata që kanë qenë më këmbgulës, pra kanë vazhduar, ata që kanë qenë pak më labil, ata për shkak kushteve dhe materiale, kanë filluar të shpërndahen. Shumica e asaj gjeneratës filluan të shkojnë në botën e jashtme për punë përkohshme, edhe disa për tyre edhe kanë mbetur atje për shkak përmenda kushte që kanë detyruar të migrojnë. Mirë po, shumica atyve që kanë luajt këtu në këtë fushë në klubin ton, kanë vazhduar aktivitetin edhe atje, duke dhënë kontribut, po vlen të përmendet se edhe gjithë ata që kanë qenë këtu më vonë edhe kanë dhënë kontributin e tyre duke ndihmuar klubin me mjete të ndryshme, me rekvizita apo pa më parasysh me mjete materiale, kur nuk kanë nguruar. Kemi pas mbështetje, pra do të thotë prej gjithë fshatit, po edhe prej fshatrave para. Kemi pas lojtarë kanë luajtur edhe prej fshatrave tjera, e dini edhe ata që kanë luajtur. Kemi pas raste, kemi pas lojtarë edhe që kanë luajtur nga Vranja, kemi pas dhe raste, kanë shpia ata vetë dëshirë të vinë të luajnë për klubin ton, duke i falenderuar morëm ati treneri Gjela, se na Gjela e thashmi Gjela. Pra, kjo ka qenë shkollë jo vetëm edhe futbollit, por shkollë e edukimit. Njëkohësisht jemi marrë me sport, po kemi ndihmuar një tjetrit edhe jetën e përditshme. Ka pas momente pikëllimi, ka pas momente gëzimi, gjitha ato pra kanë qenë tash ne po mburrim në atë periudhë të kaluar
se kemi qenë pjesë e një ekipi që ka përfaqësuar regionin, ka përfaqësuar shqiptarët, pra edhe për ata mburin. Tradita jonë e futbollit është e ka maqme edhe para neve, shumë vite para neve, edhe tash po edhe do të vazhdojmë me siguri më tutje. Do të jemi na ata që jemi marrë me futbollin, do të kujdesemi për zhvillimin e futbollit në këto treva, sidomos në fshatin tonë. Këto kanë qenë ato momente pra që na kanë shtyrë të mirë me sport. Sporti shëndet është edhe për njerin, të mirësh me sport do të thotë të jesh edhe i qetë, të thotë edhe të mendosh edhe më lehtë, të mendosh edhe më me sport, si thonë sportistët. Është ambasador i një vendi, me siguri se është ambasador, ne vetëm të kujtojmë vitet 92, kur kemi qenë herën e fundit, edhe hera e parë që kemi zhvilluar një si ekip jashtë Shqipërisë, një lojë ato miqësore, shumë miqësore me Sport Klubin Tirana atëherë, vitin 92. Do thotë duke falendëruar edhe Rexhapadilit të Ngjert që ka dhënë një kontribut jashtëzakonshëm për të ardhur deri te ajo lojë. Miqësia që kemi lidhur atëherë ka vazhduar edhe vazhdon edhe ditën e sotme. Kontributet që kemi dhënë në pra sot shprehen me lojtarë cilësor që dalin nga ky klub. Tash lojtarët tonë nga ky klub luajnë për kombëtarën shqiptare, siç e dinë edhe tjerët, po nuk do të jetë fundin ata. Me siguri se do të ketë edhe tjerë që do të vazhdojnë rrugën e tyre. Dhe është Zoti që të vazhdojnë kjo aktivitet, edhe të vazhdojnë me siguri, sukseset nuk do të mungojnë. Pra duhet punë shumë e madhe edhe mundim. Jo, edhe pasi që e përfunduat karrierën si futbollist, ju gjithmonë keni qenë me klubin para 2 vite dhe keni qenë trajneri grup moshave të reja. Po, me klubin kam qenë edhe pas, do thotë, me formimin e shkollës futbollit. Kam dhënë kontributin, do të jap edhe më tutje, derisa të kam forcë, kam fuqi, edhe të kam besim të tjerët. Pra kam punuar me grup moshë të reja, me fatosët, me pionerët edhe me kadetët. Kemi pas sukseset shumëta, disa turne kemi pa vendin e parë, po edhe në regionin e Gjilanit që marrim pjesë në futboll të vogël me grup moshat e reja. Mota jonë ka qenë të luajmë futboll, të mirëmi me sport, të edukojmë gjenerat e reja se kanë nevojë për edukat, kanë nevojë të mirën me sport, se edhe sport është edukat, edhe këto me edukatën. Kujdes të veçantë nuk kemi kushtuar rezultateve, por punës me të rinjt. Ajo ka qenë që na ka shtyrë edhe sot të mirëmi me futboll, edhe sot të mirëmi me aktivisht futboll, mirëmi me sport, pra gjenerata që i kemi qenë, luajmë futboll 2 herë në javë tek balloni Pipa. Pra sporti është shëndet. Dhe më thanë ende aktiv jeni sa i përket futbollit luani 2 herë në javë, po a shështroni me ish bashkëlojtarët? Po mua ajo na ka shtyrë që të mbajmë kontakte të shumta edhe gjatë kohës së dimnit, edhe gjatë kohës verës. Është një kënaqësi e veçantë të takosh gjeneratat e vjetra para 20 viteve, 30 vite kur kemi luajtur bashkë. Ndryshimet që kanë ndodhur, pra që është e natyrshme. Mirë, po prapë shumica atyre mirën me sport ende. Në takimin e kemi te Pipa, te balloni Pipa, që 2 herë në javë luajmë futboll, takohemi, bisedojmë. I rahmi problemet edhe të sotmit, po edhe të kaluamet, kënaqësitë që kemi pas, shoqërimin që na ka shoqëru gjatë gjithë atyre viteve pa probleme të shumta. Ajo kënaqësi e veçantë ka qenë të jemi në klub që shumica ka qenë studenta, shkollës mesme, do të thotë një klub intelektualesh. Unë nuk di a ka më kënaqësi kur dikush ende për shembull përmend lojrat e tona që janë luajtur para 30 vite. Dhe publikun atërshëm. Edhe publikut e atërshëm që i falenderoj gjithë një që na kanë përcjell ku kemi shkuar, që ka qenë lojtari 12 që themi, edhe në fush,
por edhe jashtë fushës. Në kam përcjellë s'kemi pas probleme të shumta jashtë fushës. Ka ndodhur të kemi edhe probleme, po duke falënderuar publikut, po duke i falënderuar edhe sjelljeve tona këto që kemi pas, edhe më tu që kemi shoqëni me shumë klube kur kemi ngaruar atëherë. Mos harrojmë përmendim se çfarë pozite keni luajtur. Nuk kam luajtur vetëm në pozitën e portierit. Aty s'kam qenë portier, pozitat tjera kam qenë shumë aktiv. Sidomos kam qenë në mesfush edhe në mbrojtje. Pra në mesfush kam qenë shumë vite, por edhe s'kam munguar rastet edhe kur kam luajtur në mbrojtje. Do thotë që kam qenë lojtar universal, unë s'du të flas për veten tash, po le të flasin të tjerë nëse ka dikush në det. Po ashtu Zoti më ka falë që ku mund me luajtë edhe si mesfushor, edhe mbrojtje, majti, gjatë, mesfush, sulmues, gjitha rolet që kam luajtur. Kam qenë universal për atë arsye se s'kam hezitu të luaj gjithmonë. Ku ma ka besu trajneri që mund të luaj, unë kam luaj. Edhe është një arsye e veçantë. Dhe për fund një porosi për të rinj që duhen të marrin me sport dhe me futboll, pse ç'është. Po porosia ime është të mirën me sport, se sporti është shëndet, sporti është pasuri, sporti është shoqëni, sporti është edukat. Këtu fiton edhe diturit tjera, jo vetëm futboll. Socializimi edhe këtu bëhet jo vetëm diku tjetër. Këtu krijon kushte shumë të mira për të arritur diçka edhe më shumë edhe në klube tjera, pse ja, si rezultati dihet prej kësaj fushë këtu kanë dalë 2 lojtarë përkombëtarë, por shumë lojtarë tjerë që janë zvitë duke luajtur stut për mendem, se tani po i dhënon pjet hatri, kështu që gjithë ata din gjeneratën e ardhur, gjithë ata din do të ketë gjenerata tjera me siguri ndoshta edhe më të mirë se na. Dëshira jonë është pra dalin gjenerata shumë të mira, ta përfaqësojnë pra edhe klubin, po edhe fshatin, por edhe rrethin, edhe shqiptarizmin, se vetëm kështu me punë pra arrihet gjithçka. Faleminderit për kohën. Faleminderit juve që keni gjetë kohë, keni dalë kështu. Më emocionuat në fund dhe u kthim shumë bravo në një kohë kur ka qenë më të vërtet kënaqësi edhe jonja, po edhe publiku që tërë javën ka pritur ta shohë një lojë në KF Tërnosit. Pra ju falenderoj gjithë atyre që kanë dhënë kontribut, gjithë atyre që kanë këshirë lojë, janë kënaqur me siguri me lojën tona. Kisha dashur të përmend gjithë ata që kanë dhënë kontributin, po tash nuk janë mesin tonë, si nga ana lojtarët, por nga publiku. Pra aty Zoti është problem me xhenet, kurse këta të tjerë që janë gjallë sot ende me nostalgji kujtojnë ato ditët të kaluara. Unë me këtë nuk mund të përmbajmë pa i thënë disa fjalë për tifozën më të flakt që na përcjellë ende këto ditë, po tash nuk është në botën e jashtme, përkohësisht ka shku në mysafir, pra Borhan Ismaili ose i njohur si Buli. Ai vetëm që nuk na ka tradhtuar kur ka qenë pra dëshira posaçme, po kënaqësi edhe e jonja edhe e tij, sidomos e tij më shumë. Pra ka kalu një kohë me neve edhe me siguri se ka ra klubi, pra si thonë, edhe Buli është shoqëru edhe është socializu. Me të vërtet ne falenderojmë edhe Bulin, po edhe gjithë ata që na kanë ndihmuar neve. Siç u shpreh mysafiri i emisionit të sotëm, Bajram Fejzullahu, njëri prej futbollistëve më të mirë që kanë mbartur farnelën e Tërnocit, ky klub nuk ka qenë vetëm shkollë e futbollit, por edhe shkollë e jetës. Me këtë thënie shumë domethënëse, po përfundojmë emisionin e sotëm, duke ju ftuar të na ndiqni edhe në emisionet tona të radhës. Mirupafshim.